Kapiteni i Shqipërisë Berat Gjimshiti gaboi në ndeshjen me Interin duke i dhuruar golin e fitores zikaltërve. Ditën e sotme futbollisti kuqezi që luan për Atalantën ka postuar një foto të ekipit në rrjetet sociale teksa kërkon falje për gabimin e tij. Më vjen keq për shokët e mi të ekipit dhe tifozët që bëra atë gabim që ndryshoi lojën. Forca Atalanta gjithmonë, shkruan Gjimshiti në Instagram. Inter imposhti Atalantën me rezultatin 1-0 në Bergamo fal një gabimi të Berat Gjimshitit. Berat Gjimshiti gaboi në minutën e 65 me pasimin e tij në mbrojtje, kështu që përfituan zikaltrit duke shënuar me Lautaro Martinez. Kështu Interi e mbylli vitin me 1 pikë më tepër se Milani në renditjen e Serie A. Ndërkohë, trajneri i Atalantës Raffaele Palladino në fjalën e tij pas ndeshjes foli për episodin që çoi në golin e vetëm të Interit. Në fund të ndeshjes e përqafova Gjimshitin sepse ai zakonisht nuk i bën këto gabime. Janë episode që ndodhin dhe nuk mund ta fajsoj. Kemi gabuar në zgjedhjet përfundimtare, kemi pasur edhe disa raste si ai me Samardžić. Kundër këtyre skuadrave si Interi duhet i shfrytëzosh rastet sepse nuk të lejojnë shumë, u shpreh trajneri i Atalantës.